zemra tona, që mos jenë në to të erdhet e së keqes, fara e mëkatit dhe e djallit, por që aty të mund të banoj vetë Zoti Jezu Krishti. Zemra ime dhe zemra jote, zemra tona, duhet të jenë tabernakulli i pranisë dhe i dashurisë së Zotit. Nana Tereze e pranoi ftesën: "Ju jeni drita e botës. Ajo që të bëhet dritë, atje ku mbretëron errësira, ku mbretëron urrëtia, ku mbretëron ndarja dhe përçarja, ku mbretëron lufta, ku mbretërojnë armët, ku mbretëron pasuria, ku mbretëron forca dhe fuqia." Nana Tereze, me jetën dhe me veprën e saj, nëpërmes saj Zoti e dëshmoi edhe një herë se vetmja fuqi e cila mund ta ndrojë njeriu dhe njerëzimin është dashuria, është Zoti. Dhe gjitha fuqitë tjera shndrohen në dobësi, shndrohen në vetvrasje, shndrohen në hakmarrje. Ajo arriti t'i bashkoj njerëzit pa dallim feje, pa dallim kombi, pa dallim race, pa dallim kaste. Ajo arriti t'i te i kaloj gjithë kufi. Si? Me fuqien e fesë dhe me frymëzimin e dashurisë. Nana Tereze si moto, si leitmotiv, si frymëzim e pati fjalën e Krishtit. Isha i etshëm e me dhatë të pi. Isha i uritur e me dhatë të ha. Isha i zhveshur dhe me veshën. Isha i smor dhe me vizitua. I burgosur e kështu me radhë. Çfarë mrekullie është dëshmia e të lumës nanës tonë Tereze? Na ne mendo. Vetëm një ditë në jetë, po ta kishe ti jo mos syrin e ballit, të cilin shpresoj se do ta kesh të mirë. Jo mos syrin e mendjes, me të cilin mundohesh lëndën që e merr nëpërmes syve ta përpunosh e ta kuptosh. Por ta kish syrin e zemrës, edhe më tepër syrin e zemrës Krishtit, me të cilin do të shiqosh në çdo njeri vllaun apo motrën tënde. Edhe më tepër, vetë Jezu Krishti. Mu për këtë arsye, Nana Tereze edhe pse jetoi dhe veproi në kushte pa kushte, kushtet e saj ishin të tmerrshme, që ne rrshethemi kur mendojmë ku dhe si jetoi dhe si veproi. Por ajo jetës ja dha një kuptim dhe një domethënie të jashtëzakonshme. Dhe mu për këtë arsye thoshte, unë jam personi më i lumtur në botë. E do ta pyesnim ne Nanën Tereze, ku është lumturia jote? Sepse 24 orë në ditë jetoj bashkë me Krishtin, shërbuesin tim. A i besojmë ne të njëjtit Jezu Krisht, të cilit jo vetëm i ka besuar, por ja ka kushtuar në tërësi, pa e lënë një gram të jetës së saj dhe të zemrës së saj rezervë për dikën tjetër, vetëm për Krishtin. A i besojmë ne ftesën së Krishtit, të jeni të përkryer dhe të jeni shajt, si së shajt